Edhe për fatin e mirë, po vetëm një rrugë të mirë. Se ka gjimnazin e Prishtinës, rëtëshene atë televizioni e Prishtinës, janë pronat e tyre. Mirë mbrëma, unë jam Diella dhe prej sonte do të jem dhe prezantuesja virtuale e Albania's Got Talent. Të mos humbim kohë dhe të ftojmë përpara jush atë që më krijoi, djaloshin nga Korça, Deon Gjoka. Jo, një sekond, fal. Qa është kjo? Se dia për këtë. Se kemi një ministre që po i bën gjitha tani. Ministre vendos për çdo gjë, multitalent. Ma qa thua. Ore, një nga ato do ta kemi në shtëpi, çdo shtëpi do kemi një nga ato ti diskuton. Ore, është me qa do ham, se do ngelim pa punë. Do ham Diellën. Po ku prezantojnë? Po jo, isli. Ashi, pa keq. Dëgjo, ajo e ka emrin Diella dhe ka diell për të gjithë. Nga pak na bie. Po do ham, do e bëjmë një punë dhe ne. Tani për qa, ti e bërë Kastile, dhe më thënë. Jo, për me të futur më duket. Unë këtë nuk e kam bërë Kastile, për këtë e kam bërë për të ndihmuar ty. Si më ndihmon mua kjo gjë? Sepse kur njerëzit bashkëpunojnë me inteligjencën artificiale, mund të krijojnë gjëra shumë të bukura. Dhe kjo është gjë e bukur për mua. Po për shembull, për ty është gjë e mirë, se ti ke arritur të bësh një gjë që do hash bukë gjithmonë. Po na trego pak si ke arritur ti ta bësh Diellën të flasi në favorin tënd, edhe që ke mbritur këtu në skenë për shembull. Unë këtë e kam bërë me anë të gjenerimit avatarit dhe përputhjes së zërit. Do të thënë kjo nuk ishte Diella tamam, ministrja. Jo, kjo ishte ministrja, por zëri ishte pak ndryshe. Zëri pak ndryshe. Nga ishte zëri? Zëri ishte i gjeneruar nga ai. Ne nuk marrim vesh asgjë nga teknologjia. Unë personalisht, po kam përshtypjen një pjesë e mirë atyre që na ndjekin. Do na tregosh pak, është talent i lindur, është ti studion për këtë, ti lexon, bën prova çdo ditë, na fut pak më në brendësi të kësaj gjëje që edhe publiku që po na ndjek, po edhe juria ta kuptojë se sa e vështirë ose e lehtë për ty mbase, po e vështirë për ne që s'marrim vesh, është të gjenerosh e të bësh një ministre, të flasi atë që ti do. Jo, unë kam 3 vjetë që studioj... Ja, kthej fytyrën këtej, na e shpjego, bravo. Kam 3 vjetë që studioj për inteligjencë artificiale dhe kam mësuar edhe nga YouTube-i si të gjeneroj dhe të përputh imazhet. E kuptoni? E kuptoni që unë dhe Castro kur ishim të vegjël maksimumi bënën ato komçat që të kapnin njëra tjetrën. Ma se exagero, kemi pas gjithë lloje, unë personalisht kam pas gjithë format elektronike të mundshme, i rritur që 5 vjeçë sipër, kështu që i mat, si më thënë, ka lënë shumë pasione gjërat e veta dhe na e ka plotësuar ato, kështu nuk kemi ai lloj prezi. Mirë avash, ma mbaj pak lojë. A kemi lozë me kopaca, si kemi qenë, of course. Zemër si quhesh? Unë quhem Deon Gjoka. Dhe vjen nga Korça, ha? Po. Mund të ma krijosh ti mua një ndihmëse shtëpiake kështu? Pyetje mirë. Një grua të më ndihmojnë në shtëpi? Të të ndihmojnë në punët e shtëpisë? Në punë shtëpie. Po mund të t'jap këshilla, po kështu si robot, s'besoj. Faleminderit Zam. Deoni ti bëje vetë, po Deoni ka ardhur sot me një punë të tij që është shumë interesante për ta parë. Na trego pak se çfarë do të shohim ne. Sidomos një gjë të bukur, një surprizë. Po pritër ta pyesim çik djalin pak më thellë direkt te puna aty. Po ndjekim punën dhe kemi akoma më shumë. Mirë, bëj si duash. Po beso. Toka jote është. Adelina. Hajde Castro! Tu e bëj. Do vi dashuria, drejtë e voton. Ajo nuk vonon. Ku të trokas?
Dëgjo, unë me vullnet të plot, le të ngelen pa punë, të shkon në shtëpi, vetëm të shoh këtë punë të jashtëzakonshme, siç bën Deoni. Bravo, të qoftë. Bravo, bravo. Bravo. Një surprizë e jashtëzakonshme. Unë nuk e di çfarë mendimi Goni, do e nisësh ti? Nis unë, për arsyeën e thjeshtë se nga kjo është një gjetje shumë interesante. Në këtë rast, ky voglush ka që talentuar me të vërtet më befasoj. Faleminderit. Bravo. Më pëlqeu më shumë dhe duket që është i talentuar. Unë do të them një po. Adelina kërkoi një ndihmëse për shtëpi. Po do t'i që ke një ndihmëse kur ke ndonjë koncert që s'do të shkosh, për shembull. Nuk dua asgjë zemër, vetëm më bëj të bukur siç më kishte bërë atje. Po ti tani Adelina Bëni ai atje. është e bukur edhe. Atje isha shumë e bukur. Po, jo, je. Po ma bëra atë ke lek nga unë sa dush. Dhe një po të madhe. Faleminderit. Castro i dashur Castro, po sa serioz me sa pompozitet e kështë marrë këtë performancën në AI, me inteligencë. E kisha marrë në fakt, unë jam shumë i lumtur që Deoni ka marrë këtë iniciativë. Iniciativa jote, moshës tënde, e asaj që pas 10 apo 15 vjetësh do t'jetë jo vetëm e artmja, sepse e artmja inteligjencë artificiale është për të diskutuar, ka shumë zëra dhe statistika që për 10 vitet e ardhshme mbi 60% e gjithë punëve tona të rëndomta ose rutinale që ne bëjmë do t'i grabisi ajo dhe në kolapsin e madh midis asaj që njeriu dhe raca njerëzore do të bëj dhe asaj që do të zhvillohet mbi atë që quhet apo plani digitalizim të racës njerëzore brenda 2100-s, je për tu përgëzuar, kështu që edhe nga muaj një po. Faleminderit. Deone, di çfarë thonë? Që është shumë e rëndësishme të arrish t'i bësh njerëzit të flasin për ty. Bravo, bravo, Tënde bravo. që ti e bëre më së miri sot, kështu që kjo duartërokitje është i gjitha për ty, bashkë me pot e jurisë. Dhe sa i takon frikës për të ardhmen, do dua ta mbyll vetëm me një thënie shumë të vogël të shpikur nga unë në këtë momente. Nëse ardhmja premton një gjë të tillë, atëherë bie që ne duhet kemi fare frikë nga ardhmja. Absolutisht. Një brezi të mirë të trinjve. E ardhmja është përpara, nuk është mbrapa, ashtu është. Që arrin të bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Rroftë e ardhmja. Suksese.